Ti akoma se ke provu. Një fjalë ka shumë kuptime. Ti akoma se ke provu. Qëtë si e për? Ua! Prezantuse që anë topë. Edhe i plëcon Ja kaloj mikrofonin yllit, që yllit... Jam yllit nga gjimnazi Sami Frashi. Fol. Përshëndetje për publikun. Këtu jemi me Lim Hotit, doktor Limin. është studio ky po. Po, ashtu faleminderit kolegës time. Jam yllit nga gjimnazi Sami Frashi. Linja studio. Çdo lloj pyetje mund të bëj. Po të kujti Faleminderit kolega ime që ma përcollën mikrofonin. Ose kaloja bashkë. Që po e mbaj. Dhe vazhdojmë me Lim Hotin. Lim Hoti, si jeni? Mirë, super fare, si jemi. Kënaqësi është dhe juaja që jemi në emisionin tonë. Kënaqësi edhe juve që Lim për çfarë vjen keq. Limi, ma përshkruaj pak eksperiencën pse je në firma VIP dhe çfarë do të ndodhë ishe, o zemra, sa pse je? S'ka lidhje, pse na jemi orë firma VIP i marrën pyetje. Kemi hyrë këtu brenda. Ja morë misionin nga një po vetë. Se Lim Hoti je në firma VIP dhe na tregon se firma VIP duhet jetë me fat që të ka ty në formatin e tij. Ishte shtrirë tani të bëjmë mama vita aty. Kom marrë për një eksperiencë bukur, du ta shijoj çdo moment dhe të tregoj sa më shumë vetën time dhe njerëzit që kanë vetëm pikë pyetje ndaj meje, kush jam unë, kom marrë për t'ju treguar kush jam unë. Ftes moderova. Okej, më pëlqen kjo që. Por nga 1% deri në 100% sa e vlerëson vetëm me përqindje, që i vetvetja në këtë format. 100%. 100%. Po, okej. Ty do të shkon do shumë. Na trego pak kanë dalë disa lëvizje në kohën e fundit që jeni duke pasur flirtime të shumta me Prapor. e cila një pjesë një personazh një personazh apo si një imazh goxha që ka bërë bujë në disa emisionet e tilla, kështu që na tregon disa pika që si ka nisur lidhja juaj. Ja pyetje deri çfarë pëlqen ta si ka Jo, veçka se. Si ka nisi me një shikim. Ai shikim me një farë pointe që kemi me qenë bashkë apo si? Jo thjesht unë kom një shikim të përtues, shumë më thellë se sa me anë të pamës, por shoh brenda shpirtit dhe e kuptoj kush dikush don diçka nga unë ose unë duaj diçka nga personin tjetër. Okej, shikimi yt depërton anë për te. Po, okej. Po më vjen shumë keq se Alba këtë ditë është në kuçë është vrarë këtë dorë, po më duket që shikimi yt ja ka bëhat vret, a? Skemi moshta, ne? Dhe jo vetëm. Kafshini me kafshin unë do të vi për shumë, po jo unë po flash për plagët e mia. Okej. Do dalim do shkojmë në këto. Publiku! Publiku! Regjia! Po, jemi të rëndë. Ju lutem merreni me publikun prapa se po vjen shumë shumë. Publiku ju lutem. Publiku! Vëmendje. Vëmendje. Nga një pyetje. Normal që i vik vëmendja kur si përgjigje sinqerte. Bravo. E gjova Limin nga këtu dhe ka cake, ka vërtet. Lidhja juaj ka qenë pak jo shumë e dobishme për arsyeën që nuk elokuente. Nuk ka qenë shumë gjiune. E kam këtu në skenar. Sa i përket lidhjes tuaj nuk ka qenë shumë e dobishme në këtë koneksioni. Se një vjen kur ta bëjmë do e them. Po lidhja vetëm sa ka nisur, nuk është lidhja akoma, po është nisje lidhje. Është një connection. Ju lutem, ngadal, se mos bëni përçarjen e mes vete, ishte gabim i pyetjes. Kështu që nisja e relationship e cila është mes ju dyve nuk ka qenë shumë e dobishme në shtëpi. Për arsyeën që shumë njerëz nuk e kanë pritur mirë, le të themi ju mirë, duke bërë shumë gjëra jo të mira që nuk kanë qenë shumë dobishme për shtëpi. Kështu që më tregoni se keni pritur. Po shisa mirë. Më tregoni se keni pritur këtë pjesë. Me të drejtën, një ndër arsyet që më pëlqen Alba, më pëlqen se është sfiduese dhe edhe po më pëlqen se po hy sfinë me të kundër gjithëve dhe një pak adrenalinë. A ndjem veten përfiton nga fama Albës ti. A kemi një pyetje nga produksioni për A ndjen shumë sfidues veten me Albën këtë aspekt? E gjomi, bravo.
E ndjej unë vetën sfidues. Po, emër nga Alba ti. Adrenalinë, nuk është që e mendoj 2 herë, gjërat I bëj spontanisht edhe e ndjek energjinë. Po ti akoma nuk e hi. Jam I gatshëm edhe Diti ka hysteria e ke edhe tjetër. Ke majtë pështari gjimit. Si pas keni marrë masa. Po veç pas se një e pëlqen pyetjet e mia, jo, më falë ke dina për dimin urna. Se kape detaj, si keni marrë masa duhet ta pyesësh. Tash tonë sa kesh të dash me fol. Se ka lënë një. I bie që gjatë yndë. Po është, domethënë unë a di pse. E shpjegoj që ky me kot pak. Jo, as pak. Kim tregoni. Kolege, produksioni. Linjë të Alba. Linjë të Alba Zelimi marrë me pyetje. Sa I përket nisti se relationship e cila ndodhet mes juve, ku mendoni se do të qëndroni? Tani për tani, apo edhe në ditët në vazhdim? Do të ketë një përfundim të juaj, sa do të jeni këtu? Atëherë do marrim përgjigje edhe nga Alba dhe nga Limi. Po, sa do të jeni këtu, a do të marrë fund lidhja, relationship që e keni nisur këtu, apo mendoni që ta vazhdoni më shumë? Okej, marri përgjigje nga Limi. Jam duke marrë nga Limi. Pa ty po them, unë jara. Marri përgjigje. Çfarë që? A mendoni që lidhja juaj, po mendoj, do të bëhet publike sa I përket në firma VIP, apo jashta firma VIP, e cilën do të vazhdoni jetën me tutje? Ke bëri fakt kryer të si. Unë Apo Kimi Sarunaj ku jashtë? No comment. A pse u vendosën siklet? pse? Nga pyetja. Po. Ndoshta ke edhe Kimi Sarunaj kuj? Bënja pyetje. Jam I gatshëm edhe mu lidh edhe mu nda. So, si të vinë punët. Bravo, tani Nga veç pak, edhe një pyetje. Ishte pyetja edhe një. Veç pak, edhe një pyetje. Tani për tani. Kolege, vetë edhe një pyetje është përfundimtare. Kolege, jemi në transmetim vllau im live, mos na bëkare. Vllai im, Jo, se jemi regjistruar. Po mos e it, mos e vjen e keqe. vllai im, jemi në transmetim live. Sa I përket lidhjes tuaj që keni nisë, është lidhja akoma. Nëse në vazhdim ose në përfundim të kësaj do të jetë një sfidë e cila do të transmetohet live dhe e cila do të jetë me një bello dhe një kustom të bardhë. Si do e prisni këtë pjesë, do e pranoni publikisht? Bello dhe një kustom të bardhë. Po të martojnë ta me hejtersat e vetë. Bello dhe një kustom për nesh. Dimi o të përdasu të djegë jo hiç. Si do e prisni? Dasa me 700 Tyra. Nuk e di se në çfarë pozicioni do jem atë ditë dhe si kanë shku gjërat. Po nëse në atë Pastaj edhe një pozicion jeni private me 30-40 euro. Tani po tani është shumë herë. Jo, nëse do ishe në atë pozicion me këtë ndjenjë që e ke tani. Të dyja I do. Ose në përfutsohet ndjenja. Nuk e kam kompletu tamam. Në mes të detit. Dhe nuk e Në mes të detit. Kam besim, por nuk e jam sigurt. Okej. Alba, se që presi ti këtë pjesë në qoftë se në ditët në vazhdim ose në përfundim të Jemi të bëjmë emision. këtyre ditëve. Se dëgjova pyetare. Atë jemi të bëjmë emision. Dëgjove pyetje se ti dëgju njerëz tjerë. Tani pyetja. Se isha e Gazetar. Çfarë ke pra? Shëndetje ndëruar. Shëndetje ndëruar Nura Al-Kazali. Si jeni? Nura Al-Kazali. 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 Hajde thuj Al-Kazali. Al-Kazali. Kazali. Kazali. Si jeni dhe si Unë jeni? japësh pak përgjigjen tullëm se kemi Okej, katër. pyetja ku se ma direkt. Mirë jam. Pyetja Si po ishte. kalon në firma VIP na tërgo pak si ka qenë si eksperiencë, duke vazhduar, se ke pritur, je duke bërë shoqëri apo më tregon në pika të shkurta si je duke ndjerë në firma VIP. Unë marë ca dine ja kena lënë çdo gjë kohës edhe energjisë. Jeni lënë të rrjedh. Sido që të rrjedh, qoftë më mira për dy. Pak me trauma Po ti sëri që do një pyetje të jasë tregosh sinqert. Sinqeriteti kjo. Mirë, Normal që Kam parashikuar se sinqert është shumë normale. Se ju kena gjyë të dyve tash. Unë të isha nuk nuk isha po I të një shumë për gjithë. zotin, po bëjmë shaka. Jo me jo. Çka jo zemër, ne jena këto me thonë ato që ndjejmë, pavarësisht. Prap s'na thot çfarë. Po ku se di edhe unë përgjigje në vetës time, si me ta të në ty Po si mund të përgjigje. me një person ku nuk e di çfarë. Energjia. 3 pyetje ti, 3 pyetje basta, 3 pyetje. Si pyetje valla. Atëherë unë bëj gjashtë. Gjej se bashkë për. Hani juve bashkë. Njëri tjetri.
Ne jena mish ngrënës të devotshëm. Oh, wow, shpërgjigje. Pyetja dytë. Pyetja e dytë. Do merr një kalori shumë me karar çdo gjë. Kemi edhe hapësira për t'i tret kaloriut. Gjella me kripsa, kripa me karar, alba. Prit. Mos e bën hesh. Po i më Shkë të stalla në punën. Apo jo? Shumë e vërtet. Pyetja dytë. Mora seriozisht. Qa, ti pyetja. Për dy. Edhe tjerat kisha bo Po, një kam një vërbërlimin, se du ta bërë pyetjen. Publiku jashtë është shumë i shqetësuar se çfarë ka ndodhur poshtë organ të ju të dy. Na thoni se Alba përgjigjet që është lojë. Ti çfarë ishte? E thash pa edhe A thash edhe më si që thash edhe E di ku është pyetja? A ka ndodhur puthja apo jo? Puthje, po. Për shafim. Jo, vesh la. Te veshi. O madre de Dios! Okej, shumë mirë. Kaloj mikrofonin. Ti ke lojë pyetje tjetër? Po ka Daniela ka. Hajde Dani. Po. Dani kam të kaloj. Kaloja e qik Që Dani. momenti që qesh, kuptohet që është i Mendoj, pyetje. Si pyetje, Ke, mikrofon. ti. Hajde. Kam pyetja. Ke. I kam bon pyetje të mia. Ka koha me po pyetje I vetës. përballojmë në çdo gjë.